Ajo çka unë s'moj mu pajtu ose çka mu ka pengu eventualisht ose spaku sipas mendimit tim është vetë diskutimi dhe mënyra e diskutimit në asamble. Ku nga disa ana e disa kryetarëve është potencuar se ndër të tjerat nuk e dinë edhe cilat janë kompetencat e Komisionit për Administrimin e Gjykatave, kështu që në çet drejtim ky propozim atëherë del që sipas mendimit tim domethënë nuk është në rregull propozim në fjalë. Ndërsa në bazë asaj që ju e potencuat këtu bën që e kemi një propozim këtë legjitim. Nga materialet që i kanë prezantuar para asamblesë së kryetarëve në rastin konkret, është nga zira ligjore apo nga dikush tjetër në sekretariat, saktësisht kryetarët e gjykatave kanë pas përpara vetes e kanë pas cilat janë kompetencat e Komisionit për Administrimin e Gjykatave. Ligji e parasheh dhe rregullore të aktet e mbrëmshme të vetë KGK-s. Çka është shqetësuese sipas mendimit këtë rast dhe duhet me fol hapun. Ndër të tjera, njëri prej kryetarëve të gjykatave ka potencuar që nuk kanë pasur ndim të mjaftueshëm nga ana e Komisionit për Administrim. Përveç se kemi pranuar 9 kërkesa nga kryetari i gjykatës së apelit, 3 kërkesa nga gjykata e themelore në Prishtinë, Dega në Suarrek, edhe një kërkesë nga ana e gjykatës themelore në Mitrovic, ne s'kemi asnjë kërkesë tjetër nga ana e gjykatave për veprim në çështje të caktuara. Sipas ligjit për Këshillin Gjyqësor, Asambleja Kryetarëve, kompetencët e saj është, do të thotë, ka kompetencë këshillëdhënëse. Unë muj me kuptu shqetësimin e asamblesë, por nuk po muj me kuptu ku e ka bazën ligjore me cilën e ka caktuar këtë koordinator. Ju thatë se historikisht praktika ka sipas praktikës që në caktuar në komisione tjera, mirë po sipas kompetencave të asamblesë nuk po shoh dikon që ka të drejtë asambleja me caktuar koordinator. Ma mirë kishte qenë një përfaqësues i KAG-it tjetër në asamblesë se që caktohet një koordinator. Po vetëm se ku është shqetësimi i KAG-it, domethënë, pse ka shqetësim, domethënë me pas për shembull një propozim prej anëtarëve që ka caktuar asambleja për KAG-in, presupozon që komunikimi duhet të rrit mes gjykatave dhe komisionit në mënyrë veçantë, asamblesë këtë rast dhe komisionit, që komisioni ndoshta në pamundësi me qenë për ditë gjykata me pas perspektivin e asamblesë direkt nga asambleja. Që është në kuptimin në sensin lehtësues është procesi. Këshilli Gjyqësor i Kosovës me vendimin numër 468 të datës 2024, të datës 26 dhjetor 2024, ka shpallur konkurs të brendshëm për një pozitë gjyqtar nga lëmia penale në gjykatën e apelit. Në paneli pas shqyrtimit të aplikacioneve ka konstatuar se në bazë të konkursit të datës 26 dhjetor 2024 për pozitën gjyqtar në gjykatën e apelit kanë aplikuar gjithsej 4 kandidat. Intervistat e kandidatëve janë mbajtur me datë 4 mars 2024. Intervistës janë nështruar 2 kandidat janë tërhequr nga procedura e konkurimit. Procesi i intervistimit është monitoruar nga Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë EULEX dhe Instituti i Kosovës për drejtësi IKD. Kandidati i suksesshëm i rekomanduar është Ali Kutlovci, gjyqtar në gjykatën themelore në Mitrovic. Kandidati i cili nuk është rekomanduar është Fatos Sejdiaj, po ashtu gjyqtar në gjykatën themelore në Mitrovic, Dega në Skenderaj.